fakt është një shfaqje e cila është shkruar gati një shekull më parë, shumë aktuale ende sot. Çfarë e bën veçantë dhe të flas publikut në një mënyrë që jo thjesht të argëton, por edhe bën të mendoj. Kjo vepër e shkruar 130 vjet më parë, fatkeqësisht është shumë aktuale për rajonin ku jetojmë dhe për vendin ku jetojmë. Le të mos harrojmë vetëm një muaj më parë gjatë periudhës së festave, patëm 2-3 raste femrash të cilat humbën jetën, dhuna për to brenda familjes ishte fatale. Dhe këtu vjen Strindbergu që para 130 vjetësh dhe vendos të shkruaj një pjesë që e titullon Kreditorët, që ka të bëj me marrëdhënien njerëzore dhe më tepër le të saksojmë është marrëdhënia në çift. August Strindberg, që shumë nga kritika e sotme botërore e vendosin me njerë pas poetëve tragjik të antikitetit helen, vjen dhe na cilëson se çfarë do të thotë një femër e cila vendos të ketë lirin e mendimit, të veprimit, pra të jetë e lirë në vendimarrje, të bëj jetën që do dhe të shpëtoj, të çlirohet nga vargojnët që e mbajnë të dhunuar brenda një ambienti shtëpiak. Por është një femër e lirë e cila do të jetojë jetën e saj si subjekt i lirë, të ketë ajo në dorë veten dhe jo të jetoj e detyruar nga dhuna që i ushtrohet në këtë shoqëri maskiliste, flasim për vendet skandinave të 130 viteve më parë, dhe fatkeqësisht kjo është ajo që ndodh në vendin ton sot. Pikërisht kjo është arsyeja që publiku në këtë shfaqje, i cili vjen jo për të argëtuar, por vjen për të reflektuar dhe për të menduar le të themi një kalim apo një rrugëtim drejt vetëpërsosjes së brendshme të individit jeton sot në shoqërinë shqiptare. Ballkuar qofshi që në ty, nërgore se ju në rejtën. Gjëja që e bën Strindbergun nga kritika botërore të vendoset pas poetëve tragjik të antikitetit helen, është sepse në veprat e tij personazhet secili ka të drejtë. Pra, Gustavi ka të drejtë se është bërë pa drejtësi. Adolfi ka të drejtë sepse është ndruar nga bashkëshort në një vëlla të vogël, është ndruar në fëmijë të Teklës. Tekla ka të drejtë sepse do të jetojë jetën e saj, e nuk do të jetë dado e bashkëshortit dhe nuk donte sigurisht të ishte nën thundrën e le të themi intelektit mbytës apo manipulativ të Gustavit. Sipas saj. Tretu ndërthuret pak edhe arti vizual. Domethënë kemi një artist, kemi dramën e një artisti, kemi po ashtu dramën e një vajze që tenton të shkruajë dhe të kërkojë vëmendjen. Si lidhen këto tre karaktere, po themi, brenda së njëjtës dramë, dhe sa e vështirë ishte që të tre bashkëpunonin për të sjellë Kreditorët që është sot në skenë. Është sfida jon të shohim se si mund të sjellësh një autor të 130 vjetëve më parë, ta sjellësh sot, ta sjellësh në këtë, le ta themi, në këtë instalacion që përdor ai si studio të vetën, me qelqe të thyera gjithandej nga instalacionet e tij, ku reflekton shumë mirë botën e tij të lëkundshme shpirtërore, të ndjeshme, të këtij ekuilibri artistik dhe intelektual që ai ka brenda vetes. Se mendjet tona veprojnë në mënyra të ndryshme, dhe sa herë që përpiqem të kuptoj diçka më kryse brenda Kafkës. Mos do të jeni edhe ju idiot. Jo. Nuk besoj se jam. Statuja është një miniatur që punon Adolfi. Luli kishte idenë që ta sillte me balerinën, me Tringashalën, që kemi pas një bashkëpunim të mrekullueshëm, rast shumë i veçantë i këtij brezi të ri, një disiplinë e hekurt deri në le të themi në vetmohim, sepse është 1 orë e gjysmë aty pa lëvizje, është jashtëzakonisht e vështirë, është tmerrsisht e vështirë.
Dhe për më tepër, po të kalojmë në detaje të rish pa lëvizur në këmbë me sytë mbyllur, ti humbet ekuilibrin. Është shumë më e vështirë se sa me sytë hapur. Si ka qenë marrëdhënia e vet Gustavit apo e Laertit me aktorët apo me pjesën tjetër të personazheve? Gjithmonë roli tjetrit të duket më i lehtë ose më tërheqës. Dhe ka pas shumë çaste, do më jetë 2-3 javë të para të provave që dhe Elidoni thoshte, po shiko, mos është ndoshta më mirë të bëj unë Gustavin dhe Laerti Adolfin. Jo, thoshte Luli, na asim pikërisht kjo antitezë. Vija unë. Shiko, Luli, mendoj edhe njerëz se ndoshta mund të jo në asnjë mënyrë dhe ishte, domethënë, pse? Se Adolfi na vjen në vepër një artist i brisht që dhe fizikisht ka një lloj paralize parciale, herë te dora, herë te buza. Gustavi është më i fortë, është më i ftohtë, është më gur si element. Dhe pikërisht në këtë të elementeve, thoshte Eldoni, po më ta bëj unë. Dhe ishte vërtet ka qenë mençuri e Lulit që e donte pikërisht fizikisht këtë antitezë me karakteret. Nuk ka dashur të laj, apo uji është i ngrohtë? Me që e preke këtë gjë, është vërtet një bekim i madh që jemi në një godinë të re, ku tani mund duket qesharake, po ndoshta për do një të huaj, larg qoftë që na dëgjon, meqense ju jeni dhe si jeni. Por është bekim të kesh ujë të ngrohtë, të kesh dushe, të kesh ujë të rrjedhshëm, pikë pari, pastaj të ngrohtë, të kesh kabina ku, domethënë mos kesh ftohtë që po zhvishe mund tani, po janë ca pika shiu që vijnë nga tavani, apo të hapësh prapaskenën dhe të jetë muri me vrima dhe nga jashtë hyn brenda, apo të shohësh spektatorët që shohin shfaqjen po janë duke u dridhur nga të ftohtit. Është ngrohtë, është godinë e re, është gjithçka e re. Një sfidë tjetër përveç sfidës së aktorit në skenë ka qenë edhe sfida e përkthimit. Si ka qenë për ty gjithë kjo përvojë? Po, për mua tani nëse nuk gaboj duhet jetë vepra e 12 që shqipëroj, së bashku me ato që kam, le të themi, përkthyer gjatë kohës time në Athinë nga anglishtja në greqisht. Dhe ajo që më kanë mësuar të paktën njerëzit shumë të rëndësishëm të teatrbërjes në Evropë, një nga parimet bazë është që vepra, kur merret, duhet përkthyer nga e para. Sepse përkthimi është regjia e parë. Nëse unë zgjedh në gojën e një personazhi të vendos fjalën ik dhe jo largohu, apo dil jashtë dhe jo qërohu, ose të lutem më lër vetëm, janë fjalët përçojnë një energji të caktuar si në veshët e atij që ti luan në skenë, po për më tepër tek publiku që dëgjon. Për zgjedhja e fjalëve është dhe një kështu, le të themi, një çekan në kokë që më ri nga i mat, si pedagog i gjuletërsisë, një jetë. Jam rritur domethënë me atë tmerrin që jo, kujdes se këtu është presja apo apostrof. Dhe puna me përkthimin është e bukur sepse është pikërisht aty kur ti si të thuash bëhesh kalon, le të themi, paksa në histori për fjalën që do përzgjedhësh, që do ri kjo fjalë apo ajo fjala tjetër. Ka pasur momente gjatë procesit punës kur është ndryshuar një fjalë, një shprehje? Pafund, akoma dhe gjatë provave. Një nga elementët më të mirë që unë kam vënë re në shfaqjet e tua, edhe si regjisor, po edhe si aktor, në shfaqjet ku je ti, gjithmonë ndriçimi është diçka që spikat. Si është puna me ndriçimin? Ndërhyn, dialogon me regjisorët edhe kur ti vetë nuk je regjisori në një shfaqje? Kur isha në Akademinë e Teatrit Kombëtar në Athinë, isha me shumë dëshirë të pavetdijshme, pasi mbaron te provat regjisori me aktorët, ri ekipi pastaj me skenografin, në përgjithësi me skenografin, regjisorit dhe me regjisorin e dritave, sepse jashtë është profesion më vete ky, the stage lighting. Tregohesha i gatshëm për të marrë gjithë pozicionet e aktorëve të tjerë dhe
merja pozicionet e tyre që të bëjnë ndriçimi dhe kështu mësova ndriçimin. Në mënyrë të pavetëdijshme mësova ndriçimin. Kur bashkëpunoj me një regjisor, apo në rastin konkret me Lulin që është projekti 4 që ne bëjmë bashkë, në qoftë se kam diçka që mund të ofroj dhe ndoshta mund të jetë pak më e mirë, sepse ajo që është bërë deri tani, jam, domethënë, më se i gatshëm ta ofroj dhe ta realizoj dhe vetë. Është një shfaqje që përmban erotizmin brenda. Në fakt, sa i gatshëm është publiku që të përqafoj këtë lloj po themi zhanri. Për mua publiku është gati gjithmonë. Për mua publiku është gati gjithmonë. Është detyra jon tani që të sjellim dhe ne një teatr të ri, një estetik të re. Ka një pjesë teatrale të cilën ti doje ta ndaje me publikun, qoftë edhe për t'i dhënë një shije të asaj çfarë është kreditorët. Mos duhet të të them më fal që më coptove shpirtin, të të them më fal që të bëra ty zonjë të shpirtit tim dhe të shtëpisë time, të të them më fal që të shpëtova nga skllavëria e ignorancës së prindërve të tu. Të them më fal që më vodhe nderin, më fal atëre, siç kam falur dhe unë ty. Dhe tani unë po e gris faturën e llogarisë që ti më detyrohesh. Kujdesu për llogarinë tënde me kreditorin tjetër dhe të shohim, do jetë ai po aq bujar sa unë me ty. Faleminderit. Dhe këtu ai tjetri vret vetëm. E shohim bujarin. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.